Fluksi i shtuar i automjeteve në Shkodër si pasojë e rikthimit të shumë bashkëqytetarëve nga migracioni dhe rritjes së numrit të vizitorëve dhe turistëve gjatë sezonit veror, ka sjellë nevojën për një menaxhim më të koordinuar të qarkullimit në qytet. Policia bashkiake dhe Policia e Shtetit kanë vendosur në zbatim një plan masash të përbashkët me qëllim lehtësimin e trafikut në akset dhe segmentet më të ngarkuara. Periudha verës përkon me kthimin e emigrantëve në vendin e tyre. Kjo sjell një rëndim të trafikut në qytetin tonë. Policia bashkiake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë krijuar një plan të përbashkët masash për të bërë të mundur lehtësimin e lëvizjes së automjeteve në qytetin tonë. Kërkojmë nga qytetarët bashkëpunimin e tyre me Policinë e Shtetit dhe me Policinë bashkiake, si dhe përdëruesve të rrugës, që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Strukturat përgjegjëse janë të angazhuara në terren duke monitoruar situatën dhe duke ndërhyrë për të garantuar një qarkullim sa më të rregullt dhe të sigurt për qytetarët, drejtuesit e mjeteve dhe vizitorët. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve për mirëkuptim, respektimin e sinjalistikës dhe udhëzimeve të punonjësve të policisë, si dhe bashkëpunim, në mënyrë që ky sezon me fluks të lartë të përballohet sa më mirë nga të gjithë.